po lexoja targete dhe skenare të një sulmi amerikan, bëri shumë përshtypje që vazhdonin të ishin ato sitet bërthamore, vazhdonin të ishin garda revolucionare, bazat në Bushehr, në Shahid Yasini, vazhdonin të jenë thelbi edhe infrastruktura kritike, si rafineritë e naftës, apo power plants në Zamarkse dhe në disa vende tjera të cilat i kam këtu. Mund të shkojmë në një goditje të limituar, sepse po e dëgjoj shpesh dhe po e lexoj shpesh, mund kemi një operacion një sulm të limituar, çka mund të shkojmë tek ai skenari që ti thua gjithmonë, një goditje e kontrolluar. Unë nuk di se çfarë kuptojnë njerëzit me goditje të limituar. Pra ata që thonë goditje të limituar, kam parë edhe unë, apo nuk kam parë asnjë që të sqarojë se çfarë kuptojnë ata me goditje të limituar. Pasi goditja me të gjithë sasinë e forcave që Shtetet Bashkuara të Amerikës ka aty, është e limituar. Sido që tjetë. Absolutisht është e limituar, pra nuk ka tjetër. Pra nuk ka asnjë mundësi tjetër, me gjithë të forcat që kam mbledhur, nuk ka asnjë mund tjetër përveç se një goditje të limituar disa ditore. 4 deri 5 ditë ka kapacitete. 4 deri 5 ditë ka kapacitete të sulmoj. Dhe 10 deri 15 ditë të rezistoj. Nuk ka më kapacitete të tjera. Dhe kjo është e limituar, pra më limituar se kaq nuk ka ku shkon. Prandaj normalisht që objektivat kanë zgjedhur, pra objektivat ushtarak janë objektiva të pavlefshme vlore. Bazat ushtarake bëhen objektiva të pavlefshme në këtë moment, sepse do të kthehet njësoj siç u kthye për shembull gjatë luftës në Kosovë, NATO bombardonte bazat ushtarake serbe, po godiste vetëm godinat për arsye se ata kishin njohuri më përpara dhe kishin nxjerr forcat nga të gjitha bazat ushtarake. Pra nuk godisje dot në forca, nuk godisje dot në mjete ushtarake në këto. Pra e njëjta gjë ndodhe me Iranin. Pra është e pamundur, ata nuk kanë më gjëra në forë, pra është thjesht goditje për të thënë që goditëm, për të dhënë me film me një fotografi satelitore që ja i shkon në poshtë, thjesht llaçetulla. Pra kanë goditur. Është e pavlefshme në atë moment goditja dhe mund të kthehet e rrezikshme, sepse ti për të goditur atë do përdorësh forcat e tua, të cilat mund të rrezikojnë për të goditur një objektiv i cili mund të jetë larg. E sqarojmë pak më vonë. Pra, njëta gjë kurse objektivat të tjerë civil janë objektivat e energjisë elektrike, të cilët goditen gjithnjë, pra janë objektivat e parë që goditen energjia elektrike, për të hequr mundësinë e forcave të komandave, të se mendohet që për të bërë presion të brendshëm, pra në moment që godet energjinë elektrike, popullata mbetet pa energji elektrike dhe për të ngritur një presion të brendshëm mbi pjesën tjetër të popullat, por po ta krahasojmë me këtë që po ndodhesh, njëjta gjë që ndodh që bën Rusia në Ukrainë, pra godet gjithë rrjetin elektrik e gjithçka, ka pothuajse për një vit e gjysmë që godet gjithë rrjetin elektrik dhe aktualisht popullsia atje nuk është ngritur kundër, edhe pse ka 4 vjet luftë. Prandaj them që edhe goditja e këtyre rrjeteve elektrike, përfshin edhe hidrocentrale dhe centrale elektrike, nuk do të shkaktojë një ngritje të popullsisë, një kryengritje popullore të brendshme kundër qeverisë. Sepse goditja është e limituar, pra kapaciteti i goditjes është e limituar. Pra nuk e ke me një kohë të gjatë 6-7 muaj dhe ti po bën namin. Nuk mundet të sulmoj për 6-7 muaj. Prandaj një goditje e tillë e shkurtër, një javore nuk e bën dot popullatën që të ngrihet kundër qeverisë së tyre. Plus do të kemi gjë parasysh që një nga objektivat të cilat nuk do të goditet dhe amerikanët nuk e kanë vënë fare është centrali bërthamor i Busherit. Centrali bërthamor i Busherit është centrali ndërtuar nga rusët dhe është centrali i cili menaxhohet nga rusët. Diku rreth 400-500 personel rus atje, pra është i vetmi central që nuk do të godet dhe ky central mund të mbajë me energji elektrike edhe gjithë Iranin në rast se i godet centralet e tjera të cilat menaxhohen nga Irani, pra nuk është një problem, pra nuk do të shkaktojë një dëm të madh në këtë aspekt. Unë nuk mendoj që do të kemi në një moment caktuar mund të kemi ndonjë marrëveshje për një goditje të limituar, por besoj që limiti për të arritur në këtë marrëveshje është shumë i shkurtër, shumë i vogël. Pra po e kalon kohën që nesër të arrihet në një marrëveshje. Dakor. Ajo çfarë amerikanët po duan të bëjnë, sa po duket është që të nxisin Izraelin, që të godasë Izraeli i pari, dhe pastaj Irani t'i kthehet Izraelit dhe Amerika të mos hyjë në këtë mes vetëm të bëjë ndërmjetësinë me atyre. A lidhet kjo me faktin që Gerald Ford po shkon dritan dhe po vendoset në Haifa? Aktualisht vajtja e Gerald Fordit në Haifa nuk ka të bëjë me pjesëmarrje në goditje ndaj Iranit, vetëm F-35-at, që ajo ka një numër të limituar F-35-ash, pra 30 copë në total F-35-at që do të shkojnë, që do të goditen, që shkojnë në 100 copë, pra total numri F-35-ave në rajon aktualisht shkon në 100 copë bashkë me ato që vinë me Gerald Fordin.
por më shumë është për të mbrojtur, pra për të funksionuar si mbrojtje kundër Izraelit, pra kundër raketave iraniane që dëgjojnë, pra në rast të tillë, në rast të sulmi. Kjo do të përdoret. Drejton, ndërkohë që flasim për Iranin, kemi dhe ndërkohë që fokusi ka qenë dhe regjia, ma nxorri atë, nëse ke mundësi regjia të nxjerrin prapë atë me piketat kryesore që u diskutuan në Gjenev, ku mbetet një nga çështjet kryesore, mbetet sigurisht vetëm programi bërthamor, se kjo ka qenë pak a shumë ajo që po diskutohet. Ajo që Marco Rubio thot, po përpiqet bind paktën sipas asaj që lexova unë, publikun amerikan, lidhet me faktin që përveç programit bërthamor, një nga problemet më serioze është edhe programi raketor, sistemi raketor I Iranit. Pra, si e vlerëson këtë, sepse Marco Rubio ka thënë që Irani po përpiqet që të ndërtojë raketa interkontinentale balistike që mund të arrijnë deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Retorika e Marco Rubio është një pjesë të ajo retorike një që bënte Bushi më parë kur sulmoi Irakun, pra vetëm thjesht ka kopjuar totalisht skenarin e Bushit, ka hequr aty armat e shkatërimit të masë dhe I ka zëvendësuar me raketat balistike. Pra nuk ka bërë asgjë gjë tjetër. I përket kraut të atyre cilët ngulin këmbë për të sulmuar Iranin. Rubio. Absolutisht po. I përket kraut luftnëzitës të cilët janë në nivelin e ignorancës në aspektin e kapaciteteve ushtarake amerikane për të shkaktuar dëm ndaj Iranit, pasi dëmi do të jetë më I madh ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës. I përkas një kategori njerëz cilët nuk duan t'ia dinë fare se çfarë ndodh, pra thjesht ata të arrijnë qëllimin e tyre, shesin atë që ata duan. Ajo çfarë Rubio tha janë pjesërisht janë gënjeshtra, pastaj pjesa tjetër ekzistojnë. Pra, qëllimi I tyre është që Irani të arrijë të çedojë, pra në momentin që Irani çedon, pra të hiqet uraniumi, ta dorëzojnë uraniumin. Pra në moment që ti e çedon të njërin, atëherë mund të fillosh ti godashësh të gjitha me radhë. Pra ky është qëllimi I Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe I këtyre njerëzve. Pra, në fillimi heqim çështjen e uraniumit. Pastaj merremi me raketat balistike. Pastaj merremi me mbrojtjen kundërajrore. Pastaj merremi me forcat detare që rrezikojnë. Pra, po të ngjosh Rubio në fjalimin e tij që mbajti, ai thotë që Irani rrezikon Shtetin Bashkuar të Amerikës, interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Irani, e kam thënë edhe një herë, është një shtet islamik prej 47 vitesh. Po. Dhe deri më sot nuk I ka sulmuar ndonjëherë bazat amerikane dhe as shtetin e Izraelit, pavarësisht se retorika e saj është kundër tyre. Pra, themi ju I ka sulmuar në aspektin e kundërpërgjigjes. Pra, themi sulmuar në aspektin që të sulmoj direkt Irani I pari këta, nuk e por që I ka sulmuar në aspektin e kundërpërgjigjes po. Pra ishtë kundërpërgjigjur sulmeve tyre që ka ndodhur. Dakor, po kjo frika me raketa balistike interkontinentale është frikë reale? Nuk është frikë reale, ata e din shumë mirë si shtarë se për 47 vjet Irani nuk ka bërë asnjë vrimtari ndaj Amerikës as kujt. Por ama sapo ka testuar atë raketën në Siberi që ka testuar atë raketën, e ka kapacitetin e raketës. Por problemi këtu është zhbërja, pra problemi është kthimi sepse po kushdo që është interesuar mund të hyjë të shohë fjalimin dhe Marco Rubio mbyll fjalimin duke thënë që Irani po lëshon satelit në ajër. Pra, qëllimi I tyre është që të kthejmë një popull në kohën e epokës të Gurit, dhe çdo popull kur të kthehet në epokën e Gurit, siç është kthyer Shqipëria, pra në kohën e bujkrobrisë, ne jemi në kohën e slllavërisë, sepse nuk kemi as bujkrobrim, se nuk punojmë as tokën, se tokat na I kanë marrë gjithë oligarkët, I kanë bërë pronë atyre. Dhe tashmë ne jemi kthyer në slllavëri totale dhe duan të kthejnë në slllavëri totale në mënyrë që të shfrytëzojnë çdo lloj të mirë materiale që ti ke. Pra kjo është interesi I tyre për shkatërimin e Iranit. Nuk kanë asnjë lloj interesi. Gjitha të tjerat janë arsyetime për të arritur atë që ata duan. Të kemi që parasysh që këto që thot Marco Rubio nuk janë asnjëra në bisedime. Kjo është ajo që është bërë kërkesë. Nuk është as në kërkesë, nuk është as në kërkesë. Atë pasi dje pas bisedimeve të dyta që bën pasdite, ministri I jashtëm I Iranit doli në deklaratë për shtyp dhe tha që diskutuan vetëm për çështjen e pasurimit të uraniumit dhe kemi ofruar pasurimin e uraniumit deri në masën 1.3%, I cili është vetëm për nevoja mjekësore dhe energjetike. Pra, mbrimte ajo që arriti të bënte Obama në vitin 2016. Në vitin 2016 Irani pranoi me Obama që të bënte pasurimin e uraniumit deri në masën 3.5%. Pra, dhe gjithë biseda ka qenë për këtë çështje teknike. Tha dje ministri jashtëm, pra nuk ka pasur biseda të tjera. Këto janë
deklarata politike që vinë nga Rubia nga tje për presionet ndryshme, për interesa tyre politike të brendshme e të rrugë, por nuk kanë qenë asnjë moment pjesë e bisedimit. Pasi Araqi dje tha që pjesë e bisedimit ishte vetëm çështja e pasurimit dhe kemi rënë dakord, pra u morëm vesh dakord me ndërmjetësim që të shkonim në 1.3% dhe këtë 1.3% e ka ofruar Irani. Pra për të thënë qartë që ne ofruam maksimum 1.3% dhe për 5 vjet të mos bëjmë asnjë pasurim uraniumi. Pra 5 vjet ta ndalim totalisht pasurimin e uraniumit. Kjo është pra, pak a kjo shumë. është biseduar dhe për këto çështje tha pastaj takimi i dytë ishte në nivel teknik i drejt për drejt. Dhe pastaj deklarata amerikanët, pra si Witkoff nuk dhanë ndonjë deklaratë tjetër që të hidhin poshtë gjëra. Pra dhe as Trumpi nuk ka bërë asnjë. Dhe ajo që është interesante është që as Trumpi dje nuk ka shkruar diçka në Twitterin e tij. Pra do të thotë që në këtë moment ajo çfarë ka thënë Irani është ajo çfarë ka ndodhur realisht. Pra nuk kemi diçka tjetër dhe të gjitha këto tjerat janë çështje propagande, nuk